Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas përplasjeve në protestën që po zhvillohet para parlamentit. Protesta e bukur e qytetarisë dhe dashurisë pas tërtisë. Ja kanë lënë vendin tani më filmi të vjetër të konfliktit Sherrit Dhunës, ku thonjtë politikës së dështimit dhe zemërimit po dalin në pa me pistollkun e tyre karakteristik, shkruan Rama në rrjetin X. Rama edhe në një takim me pensionistët para ditën e sotme foli për protestën qytetare që ka mbi 30 ditë që zgjat, duke i quajtur organizatorët sharlatan, delirant e dështak. Ne na duhen më pak njerëz dhe më shumë para këtu. Por për këtë na duhet që të kemi infrastruktura mikpritëse të një niveli tjetër, se ata njerëz që lënë shumë para duan tjetër nivel. Tani gjithë farlloj sharlatanësh, delirantësh dhe dështakësh që janë sprovuar në skenën publike dhe kanë akumuluar një mllef shumë të madh, sepse u duket se dështimi i tyre është për fajin tim dhe për fajin e qeverisë tonë. Bëjnë teorira dhe i hedhin popullit gjithë farlloj aguridhesh, se këto resortet e luksit janë vetëm për ata që vinë dhe që shqiptarët janë jashtë sistemit. Kjo është një çmenduri sepse ato janë fabrika që krijojnë lëvizje në ekonomi. Shqipëria ka 27 miliard euro ekonomi në vit. Tani vjen një investim 4 miliard në një ekonomi 27 miliard që është diçka masive, transformuese. Tani këto kanë edhe një impakt tjetër. Këto hapin rrugën për të tjerët. Nëse ti vë shkelmi në fyt të parit, atëherë ti ke përzën të tjerët dhe i ke falur konkurrencës ato që mezi është bërë mundur të vi ty. Këto janë çuditëra shqiptare, shtoi kryeministri. Ndërkohë në një prononcim për mediat, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla sulmoi protestuesit, teksa ata të fundit tentuan të ndalojnë dhe hyrjedaljet e deputetëve me anë të goditjeve me vezë dhe shishe. Balla i quajti ata një grup mbeturinash sociale dhe politike. Sikur kanë ata të drejtë protestojnë edhe ne kemi të drejtë votojmë ligjet, bëjmë detyrën që na kanë votuar njerëzit. Janë 856.177 shqiptarë që kanë bërë këtë grup parlamentar. Një kontratë që nuk e luan as topi, kontratën e PS-s me shqiptarët. Unë jam mësuar me këtë e në këto 13 vite të qeverisjes tonë, në vlerësimin tim, ne nuk mund të smbrapsemi se një grup mbeturinash sociale dhe politike mendojnë që parlamenti duhet të shpërndahet, tha Balla. Sot edhe shqiptari më skeptik sa i përket pjesës që këtu është një skenar tërësisht jo shqiptar në këtë moment historik, ndërsa kuvendi duhet të votojë ligje që lidhen me antarësime, që lidhen me BE-n. Ky skenar nuk është i papritur, e kemi parë në vende të tjera. Brenda atij grupi që dhunon e plagos 3 punonjës policie, gjaku i punonjësve të policisë është gjaku i shtetit. Kush sulmon policin ka sulmuar shtetin. Duhet të jemi qartë, të mbështes policin, ti bëhet me dije kujdo që ngredor kundër policisë do përballet me forcën e policisë, tha Balla.